Kandidati i pavarur për kryetar të komunës së Gostivarit Visar Ademi në një konferencë për media prezantoi një nga shtyllat kryesore të programit të tij, transformimin e arsimit, zhvillimin e aftësive dhe fuqizimin e të rinjve. Ademi theksoi se arsimi do të jetë një nga prioritetet e tij kryesore, duke vënë në fokus krijimin e një të ardhme më të mirë për brezin e ri. Ai premtoi për zgjedhjen e drejtuesve dhe mësimdhënësve mbi bazë merite e jo përkatësie partijake. Në këtë drejtim, Ademi paralajmëroi se do të nisë me vlerësimin e të gjithë trupës mësimore. Do bëjmë vlerësimin e mësimdhënësve. Sot nuk do ketë një arsimtar i cili nuk do shkojë në një vlerësim inkluziv, komprehensiv 360 shkallë të vlerësimit pedagogjik, profesional dhe aftësive të buta, komunikimit me nxënësit, sjelljet me nxënësit e kështu me radhë. Këto vlerësime do bëhen në 4 parametra, nga vetë nxënësi, nga vetë prindi, nga kolegët e tyre dhe nga drejtorët dhe nga menaxhmenti i shkollës. Në qoftë se mësimdhënësi merr vlerësime negative, ajo që do bëjmë ne si komunë në bashkëpunim me drejtoritë e shkollave, me drejtorin e shkollave përkatëse, do krijojmë një plan personal zhvillimor për atë mësimdhënës. Në qoftë se hasim vështirësi ose mungesë ose vlerësime negative për pjesën pedagogjike, do krijojmë një plan personal për të përmirësuar këtë pjesë pedagogjike. Në qoftë se mësimdhënësi ka kualifikime të bukura, të mira, profesionale, pedagogjike, por i mungon komunikimi me nxënës, do e çojmë në një trajnim 6 mujor për komunikim. Nuk është ideja të përzam nga puna. Ideja është të përmirësojmë mësimdhënësit që të krijojnë një gjenerat 3 njerëzish që janë produktiv, që janë të integruar në tregun e punës dhe në fund do na kënaqin fytyrën me aftësitë dhe kompetencat e tyre jashtë Gostivarit. Sa i përket nxënësve, Ademi tha se ata do të kenë mundësi për zhvillim profesional përmes arsimit jo formal, trajnimeve, kurseve, mentorimeve dhe praktikave pune, për të përgatitur për tregun e punës dhe për të qenë qytetar aktiv. Ai gjithashtu premtoi investime në përmirësimin e shkollave ekzistuese dhe krijimin e ambienteve moderne për mësim. Infrastruktura shkollore dhe trajnimet janë goxha problem. Ne do duhet merremi shumë me infrastrukturën shkollore, do duhet ta përmirësojmë goxha ndjeshëm, duke filluar nga banka shkollore, nga toaletet, drejt digitalizimi si proces që sot fëmijët tanë mos shkruajnë më me shkrumës. As marker, po shkruajnë me iPad që të mundet edhe ato të jenë pjesë e proceseve bashkohore të mësimdhënies. Ndër të tjera, Ademi premtoi futjen e metodave të reja dhe interaktive të mësimdhënies që do të nxjisë mendimin kritik, kreativitetin dhe zhvillimin e aftësive praktike, një edukim që përgatit për jetë, jo vetëm për nota. Ai shtoi se do të sigurohet transporti i garantuar dhe i sigurt për çdo nxënës dhe se do të kalojnë në të gjitha shkollat në një ndërim të vetëm përmes optimizimit të hapësirave, duke ulur kështu edhe shpenzimet. Në kuadër të programit të tij, Ademi premtoi ndërtimin e 4 çerdheve të reja, një për çdo vit për të akomoduar rreth 850 fëmijë që aktualisht ndodhen në listën e pritjes. Në qendrën Mllaki atje do ndërtojmë një çerdhe e cila do t'i akumulojë të gjitha fëmijët nga Malardi, nga Mllaki dhe nga fshati Debresh në çerdhen Mllaki që është nën porosi të një barake të Makedonia Patos rrugët Makedonisë, të cila do renovohet, do modifikohet dhe do bëhet për çerdhe e cila do ta mbajë të gjitha atë rajon atje që nuk do ketë nevojë që prindërit të sjellin në qendër fëmijët e tyre për çerdhe. Ajo baraka atje do bëhet sipas kushteve dhe standardeve bashkëkohore që fëmijët mund të shkojnë në çerdhe tek lagja Mllaki. Ai u zotua gjithashtu se lëndët do të ligjerohen vetëm nga mësimdhënës të kualifikuar në fushat përkatëse dhe se do të krijojnë profile të reja profesionale në shkollat e mesme në bashkëpunim me sektorin privat. Në shkollat profesionale do krijojë një debat ose një lloj modeli inkluziv të bashkëbisedimit me sektorin privat për të krijuar kualifikime dhe profesione të reja. Nuk mundet më në shkollat e mesme profesionale të ketë kualifikime për të cilat ka interes vetëm 2 nxënës. Edhe shkolla vazhdon të promovojë këto kualifikime të cilat nuk kanë interes dhe nuk i duan nxënësit. Çfarë do bëj unë? Do krijoj programe partneriteti me sektorin privat dhe me shkollat që të krijohen profile, kualifikime dhe profesione të reja, të cilat ne si komunë do t'i garantojmë që do t'i censohen nga Ministria e Arsimit, por
do ketë në fokusit ketë sa më tepër nxënës për të shkolla, që këto profesorë që janë të pa optimizuar si duhet, apo nuk kanë fonde shkollës, të ritrajnohen, të rikualifikohen, që të apim mësim në për të kualifikimet e reja. Një tjetër pikë e rëndësishme e programit ishte vendosja e paneleve diellore në të gjitha shkollat si masë për kursim të energjisë dhe mbrojtje të mjedisit. Do vendosim panele diellore në për çdo shkollë që shkollat mos kenë varëshmëri të faturave të larta për energji elektrike, për ta marrë atë nga dielli, nga toka, nga uji, me qëllim që kostot e mirëmbajtjes apo kostot operative të shkurtohen ndjeshëm. Çdo investim në të rinjtë është një investim në të ardhmen e Gostivarit, theksoi Ademi, duke ftuar qytetarët të bashkohen në këtë vizion për një qytet ku të rinjtë do të kenë mundësi reale për zhvillim. Ndryshe, Visar Ademi garon me numrin 91 në fletvotim për këto zgjedhje lokale.